Shëndetje të nderuar shikues, ja ku po ritakohemi sërish së bashku, në fakt në këtë ditë të fundit të javës, do e përmbyllemi së bashku këtë javë pune për t'i lënë radhën pastaj edhe fundjavës, por që sot në fakt do dalim pak nga kufit, le të themi kështu, administrativ të Maqedonisë dhe do flasim një temë e cila na prek emocionalisht, le të themi kështu, na prek në pika kombëtare, emocionale, por gjithsesi edhe na nevojitet patjetër informacioni dhe për të parë se në fakt për çfarë bëhet fjalë. Presheva, Bujanovci edhe shumë qytete të tjera i kishim edhe shumë emocionalisht afër edhe në nëntorin, me festat e nëntorit, por gjithsesi edhe me festat e shkurtit, mirë po sot ne do ndalemi në këto minutat në vijim ta zgjerojmë temën që banorët e Preshevës e kanë tashmë disa vite me radhë, ku bëhet fjalë për një të drejtë jetike. Ndonjëherë kur përballemi me probleme të caktuara, qoftë ato administrative, qoftë ato le të themi të karakterit byrokratik, harrojmë që në fakt po bëhet fjalë për të drejtat tona esenciale, e drejta për të jetuar, e drejta për të pas një jetë të qetë, të rehatshme, e drejta për liri, po më pas duke u nën kategorizuar edhe të drejta për pronë, për vendbanim, me kështu me radhë, të gjitha janë të drejta pa të cilat ne nuk mund të jetojmë një jetë të rehatshme dhe një jetë me mirëqenie të mirë. Dhe pikërisht kjo është edhe një prej problematikave me cilën po përballen banorët e Preshevës apo preshevarët, ose më saktësisht numrimi i shtëpive, adresat e shtëpive, mospasja mundësi për të marrë dokumente, jo për shkaqe subjektive të personave që duhet marrë dokumentat, por për shkaqe, le të themi kështu, objektive apo për shkaqe të cilat vijnë nga institucionet. Për ta zgjeruar këtë temë dhe për ta folur në më shumë dimensione, për të parë se ku qëndron problemi dhe si ndoshta mund vihet edhe deri tek zgjidhja, me mua këtu në studio është Kujtim Sadriu, është drejtori i Qendrës për Hulumtim dhe Monitorim. Mirë se na erdhët. Mirë si Vegeta. Fillimisht faleminderit që ndatë kohë dhe nga Presheva na erdhët këtu në Shkup. Unë thash që ndoshta na ndajnë kufit administrativ, por nuk na ndan dashuria, nuk na ndan lidhja që e kemi mes vete. Pikërisht se shqiptarët e Preshevës edhe familjarisht domethënë kanë qenë edhe janë edhe sot e kësaj dite më të lidhur me anën e Maqedonisë, se sa me Bujanovcin që ndoshta e kemi 20 kilometër afër, domethënë Farifisnia jonë përgjithësi po flas, domethënë është e lidhur ngushtë me shqiptarët e kësaj ane. Ne do flasim për një problematikë, unë tashmë disa vjeçare, sepse le të themi hapat e parë të cilët sollën edhe deri në gjendjen e sotshme janë që nga viti 2018, kështu që ta bëjmë ndoshta një përmbledhje kronologjike se çfarë na ka sjellë deri sot këtu. Po mund të themi ndoshta jo që kjo ka fillu prej vitit 2018, po kjo ka ndryshuar formën e një, mund të them lirisht, një lufte ose një spastrimi etnik administrativ. Për shembull, unë jam i përkatës së gjenerati që i kom përjetuar të gjitha luftat, edhe mbajnë mend do të thotë edhe si fëmijëri prej kur ka filluar shpartallimi i Jugosllavisë në Sloveni, Kroaci, Bosnë e në fund edhe në vitin 1999, kjo që ishte e fundit e Kosovës, ku u dëbua në mënyrë të dhunshme mbi 1 milion shqiptar, i kanë dëbuar, do të thotë që ka qenë një dëbim me forcë, po mund të them ndoshta ka qenë një defekt me efekt që ka bërë Serbia për arsye se bota dhe faktori ndërkombëtar ka parë dhe ka marrë masa dhe ka parandaluar atë spastrim etnik, po mund të them edhe gjenocid. Pas vitit 2001 të konfliktit të Preshevës, do të thotë është bërë amnistia e ushtarëve dhe ka filluar një jetë normale, pjesërisht mund të them, për arsye se edhe ata që u falën shumë prej tyre janë burgosur, janë persekutuar, janë dëbuar. Dhe kemi ardhur në vitin 2018. Çdo herë që është përdorur forca, faktori ndërkombëtar ka reaguar me deklarata, me dënime natyrisht, po i ka përcjellën në ngjarjet prej së afërmi, ndërsa në vitin 2018 mund të them se jo vetëm po flas për struktura destruktive shtetërore, se nuk mund ne ta akuzojmë një popull të tërë, se unë njoh njerëz të nacionalitetit serb, që janë progresiv, që kanë mendim të mirë, që luftojnë edhe për drejtat tona, ngrisin zërin për drejtat tona, do të thotë krejt kjo ne që flasim, ose unë që e them, kjo drejtohet domethënë direkt nga forcat destruktive të shtetit të Serbisë. Kur them destruktive, do të thotë edhe ato e bëjnë dëm edhe vetë shtetit aty ku jetojnë serbët. Në vitin
18 ne e dim se edhe Bashkimi Evropian ka kërkuar që adresari në gjitha shtetet e rajonit vetëm në Serbi që të rregullohet. Kur them adresari do të thotë çdo rrugë të ketë emër, çdo shtëpi të ketë numër shtëpisë. Dhe kjo u paraqit në 2018 dhe filluan me njëherë të kërkojnë vërtetime administrata policore. Do të thotë se qytetarët nxjerrin letërnjoftimet, pasaportat, ku në atë kohë shumë qytetarë mund të them që kanë pasur adresat pa numër. Shembull, mund të fshati Ruvic pa numër, fshati Bushtran pa numër, po edhe në qytet, shembull ka pas rruga e Prishtinës pa numër, rruga e Gjilanit ka qenë pa numër, shtëpia po mendoj pa numër, pa përcaktim të numrit. Në këtë rast, Bashkimi Evropian ka bërë një trysni edhe institucionet e larta gjeodezike kanë kërkuar nga komuna që të nisin këto procedura, edhe njëkohësisht stacioni policor në Preshevë do të thotë ka filluar që të kërkoj numër të shtëpisë për të pajisur me letërnjoftim apo pasaport. Në këtë rast ka shumë rrugë, shembull rruga e Prishtinës që është quajtur për shumë vite, në vitet 2018 u emërua si rruga Druganova. Rruga Sveta Tomić, për shembull që aty jam afër, ku shumë janë rritur njerëzit, do të thotë me 50 vjet, 60 vjet prej sistemit të Jugosllavisë, mund të them prej vitit të 60-ave, është ndëruar në rrugën Druganova, Prvanova në fakt. Edhe kjo ka krijuar një huti dhe një vështirësi. Qytetarët të cilët kanë pasur atë emrin të rrugëve nuk ja ka pranuar stacioni policor dhe janë detyruar që të shkojnë në katastër në Preshevë të posedojnë një vërtetim se ata cilën rrugë e mbajnë dhe cilin numër të shtëpisë e mbajnë. Pasi që kanë poseduar ato dokumente dhe ju kanë drejtuar stacionit administratës policore në Preshevë, policia do të thotë nuk ka marrë në konsiderat për ta njoftur aty për aty dhe për t'i dhënë të drejtën qytetarit për ta rregulluar dokumentin, po ka filluar edhe një verifikim ku qytetarët verifikohen në shtëpitë e tyre shekullore. Edhe kjo është një, më falni, se është një temë e ndihshme. Dhe kjo ka krijuar, do me thonë, një vështirësi jashtëzakonisht të madhe dhe ka krijuar barjera që shumë kanë rregulluar, po shumë prej tyre kanë metur edhe pa dokumentacione, pa mundur ta rregullojnë pasaportën apo letërnjoftimin. Cila më e keqja, ne e dim se shumë qytetarë tanë ose familjarë tanë jetojnë për shtetet e Bashkimit Evropian, Gjermani, Zvicër, Itali. Pronari gjendet në Itali dhe personi që don ta rregullojë një letërnjoftim është e pamundur për arsye se duhet të jap pëlqimi babai për ta rregulluar prindi një letërnjoftim. Kjo ka qenë shembull e gjithë kjo problematikë ka qenë në vitin 2018, 2019 ka qenë vetëm në qytetin e Preshevës pa u përfshi shembull edhe fshatrat. Pse thojmë ngritet pyetja, pse fshatrat nuk janë përfshirë? Për arsye se kjo nuk është nisur në mënyrë të përgjithshme për ditë, për të mos të krijuar një huti ose për mos të vrejtë, ose kjo krejt në mënyrë të qetë, duke punuar dhe duke bërë realizuar një spastrim etnik administrativ. Tani kemi gamarsi i këtij viti, për më njëherë është të paraqitur problemi që çdo shtëpi në fshatra të ketë numrin e shtëpisë. Për korrektësi, sipas ligjeve në fuqi, unë po mendoj në Serbi, po mendoj që edhe në shtetet e rajonit, për emërimin e rrugëve është kompetencë e kuvendit komunal. Komuna e Preshevës e ka komisionin për emërimin e rrugëve dhe shesheve dhe kanë punuar në teren me kryetarët e bashkive lokale. Janë grumbulluar letrat, janë propozuar emrat dhe nuk dihet se ku ka përfunduar ajo. Do të thotë është një pengesë, ose mund them që ndoshta në mënyrë tash objektive ose subjektive, ose mund them që janë të involvuar kolaboracionist të armikut të cilët i shërbejnë për të penguar ose për të zhvilluar një proces për të normalizuar. Dhe ne si organizatë jo qeveritare kemi kërkuar një takim me kryetarin, me shefin e kabinetës së kryetarës, ku nuk kemi pasur, nuk kanë krijuar të marrim qasje. Njëkohësisht kemi kërkuar edhe nga kryetari për emërimin e komisionit për shesheve dhe rrugëve, edhe ai nuk është paraqitur dhe këtë tash duar ta them se mosveprimi i pushtetit shqiptar, mund të them lirisht, ka pruar, do me thonë që ka krijuar edhe ma shumë vështirësi. Sot qytetarët e fshatrave, do me thonë, ballafaqohen me një rreth byrokratik administrativ për rregullimin e dokumenteve. Numra janë duke regjistruar, disa ja kanë caktuar vetë enti gjeodezik,
Mira mo shumë prej tyre kanë problem që janë pa rrugë dhe pa numër shtëpisë. Përmendët disa pjesë në këtë përmbledhje, ne do ndalemi tek secila dal nga dal. Du të di ky ndryshimi i rrugëve në Druga Nova edhe në emrin tjetër, pra është bërë në mënyrë, si po e kuptoj, shumë të fshehtë, nuk e kanë ditur qytetarët, nuk është një nismë e cila ka qenë e përgjithshme e publikuar edhe që qytetarët e kanë ditë që ndoshta nga pas 2 javësh emri më nuk do të ndryshojë rrugës Prishtina, për shembull. Po, realisht edhe unë e kam pas vetat situatë. Kjo një situatë e krijuar në gjithë komunën e Preshevës, po unë ku 45 vite, linde dhe rritë dhe prindi em, që është 84 vjeçar, do me thonë para sa viteve për vjetë 7, është dashur që ta rregulloj dhe t'i nështrohet një farë procedure për ta rregulluar, shembull pa e marrë se ka x numra. Kur janë ndryshuar rrugë, ju kemi drejtuar kryetarit për emërimin dhe riemërimin e rrugëve dhe shesheve dhe kemi pyetur se a ka marrë Kuvendi Komunal ndonjë vendim për ndryshim apo riemërim të rrugëve që i cekët ju dhe disa të tjera. Për në përgjigje na kanë kthyer që Kuvendi Komunal nuk ka marrë një vendim, nuk ka ndryshuar emrin e rrugës, nuk ka ndryshuar, edhe është kërkuar në arkivat e Preshevës dhe Vranjës, mos e rastësisht në të shkuarën ka pasur ndonjë ndryshim, por ka thotë që nuk kanë hasur. Në anën tjetër, ju kemi drejtuar katastrit, i cili ka lëshuar ato vërtetime për adresat, dhe në përgjigjen e tyre që ka qenën me të vërtet që sharake dhe shqetësuese, për arsye se në përgjigje thotë, me sa më kujtohet, Kuvendi Komunal ka marrë një emërim për emërimin e disa rrugëve në komunën e Preshevës. Institucioni nuk funksionon me sa më kujtohet mua ati ose atyre, por institucioni duhet të birë vendim, duhet të shpallë në gazetën zyrtare dhe të bëhet e plotfuqishme. Edhe në këtë rast, përgjigja e katastrit që është në nivel republikan duhet të thotë, në bazë të vendimit, gazetër zyrtare kaq, shembull është emëruar ose riemëruar, po kjo ka qenë, do me thonë, në bazë të dëshmive që posedojmë, jo në çfarë është thënë. Kjo, do me thonë, e len ata që këtu është një instrument i fshehur, tinzar, do me thonë që ka për qëllim spastrim etnik. Po e citoj, me plot përgjithësi ligjore dhe morale, do në thotë, aparati shtetëror i Serbisë destruktiv ka për qëllim spastrim të shqiptarëve autokton që jemi në Preshevë. Do në thotë, këtu punohet. Fatkeqësisht, këtu janë edhe mekanizmat edhe individ shqiptar që janë të involvuar për rrethana që nuk i kemi masur ti zbulojmë ose të kemi një dokument, po para prakesh farë kemi grumbulluar, ka individ të cilët për keqpërdorime mira eurove, shteti nuk e denon. Një udhëheq që zhvat buxhetin nuk e denon edhe sot gëzon një pozitë. Edhe sot a i hesht për me zgjedh një problem, edhe kjo në fakt fundit nuk është një problem vetëm i shqiptarëve. Kjo është edhe i qytetarëve rom dhe sërb që jetojnë në Preshevë. Fatkeqësisht ne jemi shumica dhe ne po i kemi pasojat më shumë, po kjo është një problem që duhet të zgjidhet për qytetarët pa dallim etnie apo feje në Preshevë. Për me lidhën që këta njerëz janë të involvuar, shembull kemi hulumtuar në përgjykata, për arsye se ne jemi dëshmitar që Presheva është një zonë kufitare dhe tregtitë e paligjshme punohen. Tash na e dim që çdo i ri ka qef në ta ketë një makinë luksoze apo ku e di mirët me vozitjen e emigranteve, pa amnistuar për veprën e tij, kuptomi, po dënohet me 7 vite burg. Kuptoni? Do të thonë është absurd. Një individ se e keqja e një populli është kur udhëheqësia është e korruptuar, se lideri dëmton popullin në tërësi, ndërsa një njeri që mirret me vepra, po them, kriminale, e dëmton individin dhe në fund vetës. Ndërsa këta dënohen me vite me burg dhe dikush që i merr shembull 10.000 prej buxhetit me dëshmi, falet nga prokuroria. Këtu ngritën dyqimet që dikush ka obligime për t'i servuar institucioneve destruktive
në Preshev dhe në Serbi, natyrisht. Do t'i rikthemi pak qytetarëve, se në fakt në fund të ditës janë ata që i vuajnë pasojat gjithmonë, fatkeqësisht në çdo lëvizje. Si është situata, qoftë ajo e harmonisë brenda vetë komunës, po jo vetëm në qytet, por edhe më gjerë, por ndoshta edhe pakënaqësive. A shprehen pakënaqësi tashmë sa kohë për këtë situatë? E shprehen pakënaqësinë edhe për këtë që pyetët, ka qenë interesant se ne para disa ditëve e bënëm një peticion dhe në baza ligjore ne do të drejtohemi Kuvendit Komunal me propozimin dhe riemërimin e rrugëve. Ata e kanë për obligim në afat prej 60 ditëve të caktojnë në seancë. Gjatë bisedimit me qytetarët janë të zhgënjur, po e kanë vlerësuar shumë se pikërisht grumbullimin e nënshkrimeve kena bë para komunës, ku shumë punëtorë të administratët, shumë individ që i përkasin të gjitha partive në Preshev, do me thonë e kanë mbështet idejen. Do me thonë nuk është kjo për të favorizuar në vetën, po për t'ju kryer një shërbim. Qytetarët janë të zhgënjur. Qytetarët janë të zhgënjur. Pasivizimi i adresave në Preshev është duke ndodhur në mënyrë brutale nga pjesëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Ka mekanizma të justifikuar dhe plan strategjik për këta. Kur thëmë si plan strategjik, të gjithë qytetarët që dalin në kufirin me Kroacia, për shembull, ose me Hungarien, në afat prej 90 ditëve ju paraqitet në sistem, sipas gojdhanave dhe informacioneve jo zyrtare, po në teren i kemi parë, dhe mas 90 ditëve policia vjen e kërkon personin që ka kalu kufinin në Bashkimin Evropian, a gjendet në shtëpi apo jo. Procedura e parë i shqiptohet gjopa për kundërvajtje për mos paraqitjen e adresave mbi 90 ditë në Bashkimin Evropian. Qytetari paguan prej 90 euro deri në 500 euro gjopë, varësisht prej disponimit të gjyqtarit apo rrethana apo deklaratave. Ajo megjithatë ajo është autonomi e gjyqtarit se si vendos, dhe pasi që ta paguajnë gjopën, vjen deri te pasivizimi i adresave. A do të thotë që fshihet shtetësia? Jo. Po kur vjen qytetari për të nënshtruar, pra për të paraqitur adresën, nëse e paraqet në adresën e njëjtë ku ka qenë, duhet me zhvillu një bisedë informative me njërin prej inspektorëve, se çfarë rrethana të cilët unë nuk i di, po kjo është domethënë një rreth byrokratik. Pastaj duhet të mbyllet në shtëpi dhe kur t'i vinë rendi pjesëtarëve të ministrisë, policia del e bën verifikimin një herë apo dy varësisht ata si e caktojnë, duhet të kthehet në administrat poshtë, nga poshtë kur them domethënë ku nuk janë eprorët, nga ku punojnë policia duhet të shkojnë te eprori, duhet pritur edhe një javë, do të thotë kjo një izolim ose një burg pa koni farkushti qytetarët tanë e përjetojnë sot e kësaj dite. Pushteti lokal hesht për këtë situatë? Po, pushtetit lokal ne i kemi afruar si organizat me mënyrën më të sinqertë, vullnetare, i kemi thonë që do të punojmë në teren pa interes. Do me thonën, dëgjani, nëse kjo ndodh nështë në Maqedoni, ose Shqipëri, ose Kosovë, kjo ka një qetër tratmanës. Se fundja ju jeni këtu një farë shumit, se jeni të integruar me një farë fjale në shtetin ku jetoni. Te ne jemi pakic aty. Rrethanat nese si janë vursulur, po të thamë forcat destruktive, do të thotë ne do të jemi të mobilizuar, të përkushtuar dhe të ndihmojmë njëri tjetrin. Këtu nuk është puna që unë kam hasë, më ka thonë qytetari, pse e rokit punë kur kjo s'ta di për kush për faleminderit. Kjo nuk bëhet për t'i thonë dikush faleminderit. Nëse dalë unë të më thojë dikush faleminderit për një punë, një shërbim që ja kryi qytetarit, kjo nuk është humanizëm, është interes. Ne e bëjmë që kemi vullnetin e mirë dhe me ardhë ju, vetë keni me pa dhe pleqë si vuajnë. Ka njerë që nuk e një gjuhën, ka njerë që nuk e një ndoshta fatkeqësisht, gjeneratet e vjetra janë edhe që shkrim leximi nuk e njohin, apo kupton? Ka shembull rubrikë që ndoshta o tip se je arsimum has një vështirësi se nuk e din se çfarë të vendosësh. Apo kupton? Kjo është shembull një ndihmë për qytetarët, që pushteti aktual në Preshev e ka refuzuar dhe injoruar plotësisht. Para 2 dite ju kena me drejtuar me shkrim të na japin të gjitha informacionet në vitin 2018 që janë dorëzuar propozimet e kryetarëve të bashkësive lokalëve dhe qytetarëve dhe çfarë është ndërmarrë. Kuvendi komunal nuk ka marrë vendim. Asnjëherë as sot nuk ka interes për të marrë vendim. Tjetra çka ka qenë, edhe në rajon, edhe në Preshev, për shembull ka ndërtu shtëpia pa leje
tash prej 8 vjetorit në Serbi është bërë leja për legalizimin e shtëpive. Në Preshevë gjuha shqipe është e garantuar me ligj dhe kushtetutën e Serbisë, edhe une për këta që se mohon, edhe s'na pengon kurkush, nuk na pengon kurkush, vetë shqiptarët nuk e respektojnë. Sot vini të shihni në komunë se si i kanë hedhur në alfabetin çirilik, i kanë hedhur formularët duke mos bërë asnjë asistent ndaj qytetarit. Apo tani, për korreksi komuna e Bjanosit s'ka bërë një grup punues. Komuna e Preshevës absolut nuk ka, i kanë hedhur aty dhe kush mund ta marrë ta plotësoj sot ta merrsh një gjimnazist ose edhe një të fakultetit që nuk e zotron gjuhën serbe e ka problem për ta plotësuar dhe për ta legalizuar. Edhe kjo problem jetik se legalizimi domethënë e garanton të drejtën e të jetuarit të një qytetari në Preshevë. Ne mbetëm tek ajo që komuna hesht apo le të themi pushteti lokal hesht në këtë drejtim, por kanë dhënë dorë ndërkombëtarët duke parë situatën nga 2018 e këndej? Jo, për pasifizim të adresave, janë të informuar, e kanë përcjellur situatën, fatkesisht OSB-ja që gjendet në komunën e Bjanocit, nuk shfaq ndonjë interesim, është diskutuar, janë sjell disa raporte në Bashkimin Evropian, po këto nuk janë diçka, nuk shoh që kanë ndonjë farë efekti, raporte, denojmë, ajo procesi po zhvillohet. Po zhvillohet, do me thonë, për 12 vite, Presheva ka pas në vitin 2012, si pas hullumtimit që e kemi bërë, mosha mesatare ka qenën diku 27 vjeqare. Sot e ki 40. Apo kuptoni? Do me thonë, a i spastrimi etnik po ndodhë para Evropës. Edhe e thamë kështu me bindjen time se pak që në ka dhënë një shpresë tash në Kongresin Amerikan që u përmend për këtë metodën e të justifikuar administrative të spastrimit etnik. Dhe ma shumë besoj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E dyta a thëmë se unë jam qytetari i Republikës së Serbisë, Bashkimi Evropian duhet marrë masa, cilën mas mund të marrë, një do është si pas mendimit tem, se unë nuk jam ekspert i fushës ndërkombëtare, po mund të bëj një suspendim të vizave, ta blokoj Serbien, mos dalë edhe unë, duhet të vedisohet. E dyta, kjo çmenduri nuk vjen nga sot, kjo vjen prej Mbretërisë Serbe, prej vitit 1878, prej vitit 1912. Ne kemi Ivan Drishin 1939 që ka bo plan për spastrim etnik për me nda Shqipërien, 1939, e cilja platformë është zbatuar në vitin 1999, e cilja mund të them që ndoshta forca e NATO-s janë dali këtë torë me forë që ma mos ta përdor. Tash i kanë futur metodat administrative. Apo kuptoni? Që kjo është çmenduri. Kur thamë, pëse po e citoj ndoshta shumë herë, për strukturët destruktive, ne kemi sërbë të vullnetit mirë. E kemi pas për shembull Ivan Stambolićin që është vrarë në mënyrë çnjerëzore nga regjimi i Miloševićit për shkak për të drejtat e shqiptarëve. Kemi edhe sot që e ngrisin zërin shumë për të drejtat tona. Po edhe problemi është shqiptarët, liderët e Preshevës nuk kanë bashkëpunim me forcat progresive në Beograd. Po çdo herë kanë bashkëpunim me forcat destruktive. Ne kemi institucione që është të shkarkuar i gjithë këshilli drejtuesi një institucioni dhe është emëruar edhe këshilli edhe drejtuesi i institucionit nga forcat që udhëheqin sot Aleksandar Vučićit. Ako ka bën një e mirë ose nami, themi që nuk është bërë nami. Po pse këta kur shkojnë me këto nën tokat për interesa partijake, personale dhe klanore, pse nuk shkojnë të ulen të bisedojnë shembull për të punësuar gjyqtar në gjyqin e Preshevës? Pse nuk shkojnë të bisedojnë prokuror, polis nga viti 2001? Asnjë nuk është pranuar, 2-3 kanë pranuar. 4 konkurset e fundit domethënë nuk janë respektuar, nuk është pranuar asnjë shqiptar. Bile është më e keqja prej prej 30 të pranuarave, as sërbët lokal janë 2-3 pranuar. Kret vijnë prej Vraje, prej Nishi, prej Leskocia, kupton? Do thot, edhe problemi është te faktori politik shqiptar që nuk bashkëbisedon me forcat progresive që kanë një mendim të mirë. E dyta, kjo i kushton edhe Serbisë. Resurset njerëzore janë pasuria më e madhe e një vendi, e një shteti, për arsye se njerëzit shpenzojnë, njerëzit konsumojnë e kështu me radhë. Po që fatkeqësisht edhe faktori politik shqiptar hesht edhe për kundër asaj që ne i kemi dhënë opcion, po flas për emërimin dhe numërimin e shtëpive në komunën e Preshevës.
Duke qëndruar edhe pak të pushteti lokal, shohim mos bashkëpunim të pushtetit, opozita si qëndron? Edhe opozita ka qenë, kjo opozita në vitin 2018 ka nisë procedurën, edhe pastaj ka ngel. Po nuk ka pasur asë një pushtet stabil, se është një vit, 2 vite, do me thonë, ka ndru opozit, po edhe opozita mund me inicu. Si pas ligjit, mund me inicu qytetarët, që ne kena një si shoqëri civile, edhe ne, po të themi, kemi grumbulluar dikon 350 nënshkrime mrena 2 ditë edhe na fatë shumë shkurtër se kanë shprejen vullnetin qytetarët. Shpesh janë gojdhona. Si pranojnë këta emra, na duhet me qenë edhe fleksibil. Nuk e di, qysh, do shta unë me vullnetin më të madhja kisha në gjithë zahir pa e ziti shish. Apo kuptan? Pa rëthanat që s'ta pranon. Apo kuptan? Po edhe mu me ardhë dikush me ma në gjithë qembl Ratko Mladic, edhe nuk do të pranoj. Duhet jemi fleksibil dhe duhet jemi konstruktiv për me pas një mirëkuptim, për me bo një zgjidhje aty ku jetojmë edhe me njerëzit ku jetojmë. Për shembull, Kongresi i Manastirit, Motrat Qiriozi, Gjergj Fishta, nuk ta pengon, unë nuk e di, po derisa ne nuk e kemi një akt, na nuk mëjmë e thonë që Ministria shembull nuk përna lejon. Nuk janë propozuar as këta emra. Këta janë emra të historisë tonë. Po kuptani? Shembull, rruga Vllazërit Frashëri ekziston, se ka penguar askush. As Gjergj Fishtën besoj që se pengon. Mund themi, ndaj pengoj kur bjen një vendim që nuk ta pranon Ministria. Po pse shtrohet pyetja, pse ka që heshtje e madhe, pse ka që heshtje? Pse kjo një procedur shumë e lehtë dhe shumë e shpejt që mund të bëhet? Shumë e shpejt, jam i bindur në afat prej 12 ditë kjo mund të rregullohet. Pushteti hesht. Pushteti neve na i ka mbyll derën. Pushteti nuk ka dëgjuar të na i dëgjoj zërin që e kena vullnetin e mirë dhe të qeltërt për gjithë qytetarët e Preshevës pa dallim etnie. E ceka që ju kena drejtuar me morë informacione, edhe jam i bindur që nuk do t'a japin informacione. Megjithatë, pasi që të dorëzojmë ne si propozimet për emërimin e rrugëve, ne pa dyshim që do të drejtohemi edhe zyrës së Bashkimit Evropian në Beograd për ta denoncuar diskriminimin e dyfisht, përpos atina shtetëror republikan dhe këtij lokal. Për të dhënë një pasqyrë më të qartë për gjithë ne që nuk po vuajmë nga këto probleme, nëse një banori të Preshevës i kalon afati i letërnjoftimit, po themi, një gjë shumë e rëndom që na ndodh të gjithëve, sa kohë do t'i duheshte ose cila do t'ishte procedura për ta marrë një letërnjoftim të ri nëse përballet me këtë problemin me numër, adresë dhe kështu me radhë? Tash për me dhonë kështu një sqarim më të qartë, nëse qytetarit, një fshatit, tash po them se qyteti e ka kaluar këtë fazë, kush u pasivizuar, kush ka mbetur, nëse vjen i fshatit dhe e ka pa numër letërnjoftimin, fillimisht ai duhet shkoj ta siguroj numrin në gjeodezi, ose nëse ja ka caktuar gjeodezia, mund të shkarkohet online. Janë do t'jem të noteri Preshevës që punojnë, në aspektin vullnetar, pa pagesa ju ka ndihmu njerëzve shumë. Nëse e ka atë numër, ai do të me shku me dorëzuhen në stacionin policor. Nëse nuk është prona, është në emër të prindit, është i detyruar që edhe prindi, ose me autorizim përmes noterit, ose të jetë fizikisht në stacionin policor që është dakord se fëmija i tij do të jetoj në shtëpinë e tij. Këto nuk përfundon. Pastaj duhet të verifikohet ka pjesëtarët e Ministrisë punëve të brendshme, respektivisht nga stacioni policor, se a jeton ai person vërtet në atë shtëpi apo jo. Pra policia shkon kurdo që ata ta vlerësojnë që duhet shkuar. Po, edhe nëse në situata të caktume ka pas raste, jo shumë, po ka pas, nëse personi në fjalë ka dalë për në kafeni. Në punë. Po, edhe në punë verifikohet, po nëse është në punë që nuk është i paraqitur në punë, nuk mund me thonë që është në punë. I kthehet negativ, se nuk është gjetur në shtëpi. Do të ti duhesh të qëndrosh në shtëpi, sa që pjesëtarët, kur t'ju bin atyre shefi, që e ka një kod prej mëngjesit deri ora 10 mbrëmje, mund me ardhë me të verifiku se a jeton të jatë nuk jeton aty. Po ti ki shku në Prishtinë me kry një punë tënde, shembull, negativ, dush një dënshtos përsëri procedurave. Nëse pronari është i vdekur, prindi, është shtëpia prindit,
Adi se është edhe qesharake, do të me sjellë në dëshmi që i ka vdekur. Adi? Me morë ose certifikate, ose ndoshta edhe me shku varrezat, me ja fotografu, me ja dëshmu se unë prindin e kam të vdekur. Do me thonë, rreth shumë i ngushtë, byrokratik, do me thonë që ka një dhunë, përveç një spastrimi etnik, ka një dhunë psikofizike. Sa jo është, psikikisht ti nuk je i përgatitur gjithat mundi dosh me bo, për shembull, a ku ki lind, ku ka lind do shta edhe gjyshijët, edhe prindi, edhe ti lindur, edhe ty dosh me ardhi kush mas 150 vjetëve me ta bo një verifikim, edhe për me morën një dokument. Nëse nuk i ki këto të rregullta, nuk e ki një pronar që ty ta jep të drejtën që ti jeton, ti ngelesh pa dokumenta. Ose mos t'jen raportet e mira familjare që mund të ndodhë në një moment caktuar. Edhe po të thomë që nëse do me thonë edhe nuk gjenë në shtëpit, ta pasivizon ose nuk ta ban të vlefshun dokumentin. Dhe kjo po ta shofish është një procedurë të cilën ne të tjerët, për shembull, shkojmë, bëjmë kërkesën për një dokument, pas disa ditëve, një javë, 2 javë, marrim dokumentin, edhe as nuk e mendojmë si të tillë. Kurse njerëzit që jetojnë në Preshevë duhet t'ia bajnë gajlën në momentin kur do t'i del afati letërnjoftimit ose në një dokumenti tjetër. Unë po them, unë këto i kam përjetim, edhe i kam përjetu edhe kështu emocionalisht shumë rënd se me pati shembull shumë kemi tash familjar të cilët të rritë kanë ikur në për Gjermani, kanë mbetur të moshës së vjetër, për shembull 50, 60, 70 vjet, edhe del një burr 70 vjet për me rregullu një letërnjoftim, një pasaport, edhe kërkon ndihmë se ku ta gjej një zgjidhje, ku ti plotësoj formullaret. Fatkeqësisht tash unë e kuptoj se njerëzit edhe e zhvillojnë biznesin për me bën një termin ose është e natyrshme ndoshta ti se merr pak para për që e kry një shërbim se e kije përkushton kohë për aty. Ama te ne që shumë situata, ne duhet me qenë shumë të mobilizuar dhe të kujdesshëm. Jo me shfrytzu shembull me gjetën fatin ton në pa fatin e dikujt tjetër. Nëse ti shembull e bën një termin, ajo ka 5 minuta punë, edhe për 5 minuta punë t'ja merret shembull një të varfër ose një plaku 20 apo 30 vjet, ajo është zhvatje. Është për mendimin tim krem, unë çto mendoj. Tash them, në Prishtinë janë situata tjera, po ne në Preshevë ku jemi, këto situata e prekshme. Fatkeqësisht. Do t'i rikthemi pak nismës, ju tregut që keni dërgu peticion deri në komunën e Preshevës, pritni përgjigje për informacione, cilat do t'jenë hapat e ardhshëm nëse ne pahamencojmë që këto përgjigje nuk do i merrni, thatë zyrat e Bashkimit Evropian? Ne jena bazuar lideret e Preshevës, të gjithë udhëheqësit, gëzojnë pozitat, po ndoshta edhe shërbimin, tash mos them që të gjitha janë ato negative, në bazë të kushtetutës së Republikës së Serbisë. Ata janë zgjedhur në bazë të kësaj kushtetute. Ne si shoqëri civile, në bazë po të kësaj kushtetute, jo për veti, po për të mirën e qytetarëve, kemi filluar, domethënë, peticionin. Kemi grumbulluar nënshkrimet të mjaftueshme, 100 nënshkrime duhet që kuvendi komunal e ka për obligim me thirrë seancën për me shqyrtu dhe me bë debat publik në lidhje me kërkesën tonë. Kërkesën e kemi përpiluar, këto dita jemi duke punuar me qytetar dhe disa kryetar të bashkësive lokale, të cilët natyrisht e kanë vullnetin e mirë, jemi duke i rishikuar se ne si organizatë qeveritare nuk do të marrim barë, për shembull, për ta emëruar një rrugë, për ta dhënë propozim për emërim, faktikisht, që nesër të na akuzojnë, edhe pse e kemi qëllimin e mirë. Apo kuptoni? Emrat kemi, diku deri 30 rrugë që janë dakord për t'i propozuar. Rruga, për shembull, është 15 nëntori, është rruga e Vranjës, rruga e Kumanovës. Këto rrugë ne nuk kemi interes t'i prejkë. Neve nuk na pengojnë që janë edhe ajo Sveta Tomić. Nuk na pengon absolut. Na dojmë që t'i zgjidhim problemet. Ne do të japim propozim edhe të historianës serbe në mes të Preshevës, Latinka Perović. Ne do të propozojmë emër të regjisorit Lazar Stojanović. Të gjithë ato që i kanë mendjen e shëndosh dhe që i kanë kontribuar njerëzimit pa dallim etnie, të na kanë vend. Po nuk kanë vend forca destruktive. Pasi ti morëm këto grumbullime, ne do t'i drejtohemi kuvendit, edhe jam i bindur
i bindur jam, do shta bëhet një mrekulli. Edhe ju befasojnë. Edhe na befasojnë, po këta janë naiv pak dhe mendojmë që ne bëjmë për pojena politike dhe jam i bindur që nuk do ta thirrin seancën për të bërë një vendim për emrimin e rrugëve. Pasi të sjell vendimin për emrimin e rrugëve, Kuvendi komunal janë të obliguar të ta marrin një pëlqim prej Ministrisë së Pushtetit lokal. Në bazë të biografive që kemi përgatitur për këto rrugë, po thamë se gjithçka është e mundur, unë nuk besoj që nëse kanë një mendim të mirë, se ka njerëz mendimtar të mirë edhe në Beograd, do ta japin propozimin për të emëruar këto rrugë. Gjithçka fillon në Preshev. Në Preshev, prej vitit 1990, kur ka ardhur sistemi shumë partijak, gjithherë e kanë udhëhequr shqiptarët. Po janë hek nga viti 90 deri vitin 2001, se ne e dim se çfarë rrethon edhe me dash me vepru s'ki mujt me vepru. Apo kupton? Prej 2001 që faktori ndërkombëtar ka qenë prezent edhe i përkushtuar në Preshev. Apo kuptoni? Përpos kësaj, një shtëpi kur ndohet në një lagje, se kur bëhet shembull urbanizohet një lagje. Urbanizmi, po ashtu me 100% shqiptar, është i detyruar, i e merr personi lejen, s'ka emrim të rrugës, duhet i propozoj komisionit për emrimin e rrugëve. Ata me bashkëbisedim me qytetarët, po edhe fundja dhe vetë me bën një zgjedhje të emrit, duhet ta hedhin më njëherë në kuvend për ta emruar. Jo milionën shembull një shekull, shekulli 21 mos me pas adresë. Me të vërtet kjo është çmenduri, po mendimin tim. Kemi edhe pak minuta, unë dua të shfrytëzoj pak në aspektin le të themi kështu më emocional. Po një situatë hipotetike, nëse gjithë kjo do zgjidhej, do shihnim një harmonizim shumë më të mirë në Preshev? Po, natyrisht unë po ju them që ju bie rruga, ju mund të vini edhe ta frekuentoni për 10 minuta pranë stacionit policor dhe qytetin edhe të gjithë këto që i thash, që këto janë të vërteta dhe evidente. Unë po them me sinqeritetin më të madh se atë mbretësinë shpirtërore mund të them që vetëm Zoti e di se unë çfarë brenge kam edhe sa më ka ardhur keq kur kam has pleqet vjetër që kanë kërkuar ndihmë, ku s'kan pasur ku ti mbështeten, si kanë pas fëmijët e tyre se i kanë në perëndim, edhe njerëz kanë ikë shumë prej Presheve, fatkeqësisht ekonomia e ka bërë atë vetën. Po them që ndoshta me propozimin që shumë shpejt do ta dorëzojmë pranë Kuvendit komunal në Preshev, po besoj që ta bëjë një mrekulli edhe kryetarja e komunës, edhe kryetari i Kuvendit, zaventës kryetari i Kuvendit. Unë ju kom thonë që meritat javlohet juve, ju se nëse ju e emrani merita është e juve, edhe javë dedikoj atynve, apo kuptani, vetëm e vetëm për me bo një zgjidhje, edhe do të me bisedu edhe me banorë, se ka fshatra të nacionalitetit sërb, kena biseduar me disa, që edhe ata të kyqen këtë proces, edhe ata të emrojnë, dhe më thonë mos t'ja na shkalojmi, dhe kjo të bëhet një mrekulli, edhe do të jetë një pasqyrë e mirë për të qytetin e cilja do të jetë e rregulluar me numra, me rrugë. Kjo çfarë mundson, sot ne kemi shembull edhe mapsin që hartët në kjo ndihmon ndihmën e shpejtë, kjo ndihmon zjarrfiksët në situata emergjente, kjo është shumë e rëndësishme. Ka raste kur shembull edhe zjarrfiksës kanë mund ta gjejnë shtëpinë. Për shembull derisa ka kaplu flaka e tërë, apo kuptoni? Edhe unë po besoj që kanë me pas ndoshta po shpresoj, po them se pa e pa nuk e besoj, prapë ju them, po të shohmi se si do të shkojnë gjërat tash tutje pas dorëzimit të peticionit. Ne jemi drejt fundit, na kanë mbetur vetëm edhe 2 minuta kohë, një mesazh për gjithë shikuesit tanë. Unë një mesazh edhe për shikuesit, po edhe për spektrin politik edhe në Maqedoni, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. E di që kanë një bashkëpunim të mirë liderët tonë, edhe mund vjen mirë për ata, nëse e kanë dëgjuar këtë emision, t'ju dërgoj një mesazh, ta marrin këtë punë me seriozitet, se kjo është një situatë serioze. Ndoshta Zoti në të ardhmen edhe në Serbi ban një mrekulli dhe vijnë koka normale për drejtimin e shtetit, i kthejmë besimin qytetarëve të gjithë që jetojnë aty, duke u nisur edhe serbët që kanë shfaqur pa krahësim, po edhe pakicave tjera bullgare, rumune, slovake, hungareze të gjithë, domethënë ta ndijmë veten
si në shtëpinë tonë, nëse nuk na dojnë si në shtëpinë tonë, ka opcione që mund të qesin, për arsye se besa e di, se nuk jam i sigurt, në konferencën e Helsinkit Shqipëria nuk ka qenë në nënshkruese për mos ndryshim të kufeve, ndoshta mund ta jep edhe një mundësi që e hek një barë edhe Serbia, edhe ne lirohemi edhe me bo një zgjidhje. Pra, mesazhi i fundit është liderët e Maqedonisë t'i drejtohen liderëve në Preshevë që këtë temë ta marrin me seriozitet për zgjidhjen e këtij problemi. Për fund, e falenderoj edhe Alcatin që na dha mundësinë për ta shprehur mendimin tonë dhe për ta informuar opinionin në Maqedoni edhe me gjërë për arsye se Alcati deporton edhe jashtë kufeve të Maqedonisë. Faleminderit shumë edhe një herë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Ne këtu mbyllim gjurmët për këtë javë. Ju lë takim nga e hëna në ora 15 deri në ora 16. Mirupafshim.